Në protestën e tretë kombëtare të thirrur nga opozita, dhuna dhe përplasjet me policin ishin sërish kryefjale saj, ku 10 koktejle Molotov u hollën në drejtim të kryeministrisë, të cilat shpërthyen në flak. Tensionet u shënuan menjëherë pas përfundimit të fjalës së kreut Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili ndolli në podium në momentin kur protestuesit hollën Molotov dhe fishek zjarre në drejtim të forcave të rendit, të vendosura në kordon përpara kryeministrisë. Në reagim ndaj lëndëve piroteknike, policia përdori ujë me presion përmes një autoboti me qëllim shpërndarjen e protestuesve. Këta të fundit, të shoqëruar edhe nga deputetët demokrat, e zhvendosën protestën përpara kuvendit, ku edhe atje pati përplasje e hedhje Molotovi, duke rrezikuar jetën e efektivëve. Sali Berisha në fjalën e tij përpara se të shënoheshin këto përplasje, e cilësoi situatën politike në vend si më kritike në 35 viteve të fundit. Ai bëri një paralelizëm mes regjimit komunist dhe qeverisjes aktuale, duke theksuar se historia nuk duhet harruar. Për Sali Berishën, revolta dhe vetëm revolta do të shpëtojë ëndrrën europiane të shqiptarëve. Ja ku jemi këtu Edi Rama. Edhe grushtë e dytë që po përgatit do të dështojë. Dhe shkurti është muaj kur ne zvarritet diktatorin. Shkurti është muaj kur ne dëshirojmë Shqipërinë. Kjo pra miqtë e mi, është opozita e vërtet. Revolta juaj është sot zëri i ndërgjegjes qytetare, zëri i dignitetit qytetar, zëri i ndërgjegjes kombëtare, zëri i dignitetit kombëtar. Mund të thonë shumë gjëra kundër nesh. Mund sulmojnë ditë dhe natë me banalistë dhe televizionet e qeverisë. Por e vërteta është se ne, opozita e vërtet, në revoltën tonë, parandaluam grushtë e shtetit më të rrezikshëm në historinë e Republikës së Shqipërisë. Mirë po, fituam një betejë. Fituam një betejë shumë të rëndësishme, por nuk kemi fituar ende luftën. Edi Rama, siç e pat, i ka shpallur luftë drejtësisë. Ai deklaroi se në fazën tjetër të grushtit të shtetit nuk do të përfill vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe nëse ne duam të çojmë në fund këtë betejë, nëse ne vërtet duam të shpëtojmë Shqipërinë, ka ardhur koha që Edi Ramen, që tentoi grushtin e shtetit dhe deklaron se nuk heq dorë nga grushti i shtetit, ta shpallin arbikun jo vetëm më të pamëshirë, por dhe më të rrezikshëm për shqiptarët dhe Shqipërinë. Revolta dhe vetëm revolta e rruga për largimin e tij dhe rikthyer qytetarëve shtetin që meritojnë. Kjo ishte protesta e tretë kombëtare e Partisë Demokratike, në të cilën opozita kërkon largimin e qeverisë dhe krijimin e një qeverie teknike për zhvillimin e zgjedhjeve të lira. Në 20 shkurt, opozitarët rikthehen në shesh për të vijuar betejën.